Seanca e parë, ti njihesh me të gjitha nivelet e vetdijes që ti ke, ti njihesh me trupin si mekanizëm që i përgjigjet urdhërit të mendjes, ti arrin të kuptosh gjithçka në formë zinxhiri se si funksionon, që nga mendimi i parë, emocionet, reagimet emocionale, veprimi që ti bën në ato momente, kundër veprimit që kemi mundësi të bëjmë dhe që do bëjmë ne. Pra njihesh me vetdijen në vetdije, me teknikat kryesore të riprogramimit të nënvetdijes, si ndodh prodhimi i një mendimi dhe si del rezultati në bazë të atij mendimi aty jashtë. Te seanca e dytë shpjegojmë emocionet, bllokimet emocionale, si ta kuptosh ti që ke bllokime emocionale, ku i ke ti bllokimet emocionale, çfarë kanë shkaktuar, traumat që ti ke përjetuar, pse ke ti vetbesim të ulët, pse urren veten, pse braktis gjithmonë veten dhe nevojat e tua, pse nuk arrin ta bësh prioritet veten, pse nuk arrin të guxosh ti është vetvetja. Gjitha këto janë fshehur aty shumë thellë te ai icebergu. Programimi, seanca e tretë ka të bëjë me zakonet. Neuroshkenca e ndryshimit të zakoneve si ndikon disa veprime të thjeshta të përditshme në ndryshimin e zakoneve dhe në ndryshimin e rrugëve neurologjike tashmë ekzistuese që ne kemi në sistemin tonë nervor. Seanca e katërt, si ke vetbesim të hekur, ke malërmuar ndor vetbesimin tënd. Edhe do dëgjojmë mbas 4 javësh të pjesa e vetbesimit. Vetbesimi ka nevojë për guximin, për të qenë jo perfekte, të pranosh imperfeksionet e tua dhe të dalësh aty jashtë për atë që je dhe sërish ta përmirësosh veten çdo ditë, të kesh vlera për të vënë dritë kur flet, ose dhe thjesht kur je aty para njerëzve. Jeto si krijues, si të kemi mundësinë të krijojmë realitetin e ri, të vizualizojmë, të përpiqemi të shikojmë me sytë e mendjes, do mësojmë pak rreth vizualizimit, sepse vizualizimi është shkencë, llojet e vizualizimit, si ti praktikojmë janë 3 llojet bazë të vizualizimit. Ëndrat, si të zgjojmë ëndrat tona të harruara për shumë gjatë, dëshirat, qëllimet, objektivat. Dhe do punojmë në seancën e 6 se si të krijosh biznesin e ëndrave ose karrierën e ëndrave duke u nisur nga pasioni, ta bësh me shpirt. Jo ti je një robot më shumë, një njeri dëshpëruar, po ti je një njeri i përmbushur. Mundësi ti ke pafund për të nxjerrë financa, por ti ke bllokime brenda vetes tënde që nuk ta lejojnë këtë gjë. Seanca e 7 do flasim pak për një mekanizëm që ne kemi në sistemin nervor, unë e quaj si një buton. Sa herë ne shtyp atë butonin bëjmë pandalshme dhe ka të bëjë me kur japim drejtim jetës. Është një mekanizëm i caktuar në sistemin tonë nervor që ka të bëjë me trurin limbik ose me atë trurin zvarranik që na zvarrit ne vazhdimisht, ka të bëjë me forcën tonë të vullnetit, me lobin frontal që kur ti je vetëdish me 100% e fokusuar, ti thua e bëj se është në të mirën time dhe pik. Dhe është një mekanizëm që ta arrish ta bësh këtë gjë që te kur nuk e ndjen ti të veprosh. Dhe shpjegojmë te seanca e 7. Dhe më në fund seanca e 8 përtej trupit fizik, eksperjenca metafizike, shtresat e energjisë, shtresat e trupit që ne kemi, sepse nuk është vetëm trupi fizik. Ne këtë arrim të perceptojmë shqisat tona në një trup njerëzor, por ne kemi shumë shtresa të tjera në trupin tonë. Gjithçka që un kam përjetuar, që un kam arritur të mësoj, të studioj, i jap 100% të 2 trajnime.